Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar Gracka, duke goditur një rast të vjedhjeve seriale në banesa dhe duke arrestuar 2 persona të dyshuar si autor. Operacioni u zhvillua nga Komisariati i Policisë nr. 1 pas hetimeve për zbardhjen e disa vjedhjeve të ndodhura gjatë muajve të fundit. Në pranga ran shtetasit: I.G., 34 vjeç, A.M., 39 vjeç. Të dy rezultojnë të dënuar më parë për vjedhje me dhunë dhe krime kundër personit. Sipas policisë, ata u kapën në flagrancë në rrugën Panorama e Liçenit, duke lëvizur me një motomjet të dyshuar të vjedhur, ndërsa dyshohet se po përgatiteshin për të kryer ngjarje të tjera kriminale. Gjatë kontrollit, uniformat blu u gjetën autorëve sende që përdoren për vjedhje, armë të ftohta, si dhe sende të tjera të kundërligjshme. Nga hetimet ka rezultuar se 2 të arrestuarit dyshohet se kanë vjedhur shumë parash, sende me vlerë, pajisje elektronike dhe sende të ndryshme në 9 banesa gjatë muajve të fundit. Policia bën me dije se puna vijon për dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme ku mund të jenë të përfshirë të arrestuarit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.